Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut dhe ajo e Bosnjës dhe Hercegovinës në ambientet e Bashkësisë Fetare në Shkup kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi. Kreu i Bashkësisë Fetare Islame Shaqir Efendi Fetahu memorandumin e nënshkruar e ka cilësuar si historik dhe ka njoftuar se ky bashkëpunim do të ndikojë në shkëmbimin e përvojave të dy institucioneve fetare në shumë sfera. Fetahu tha se ky memorandum është një reflektim i lidhjes që bashkon dy komunitetet, lidhje kjo që sipas tij është e rrënjosur në respektin e ndërsjellë, vlerat e përbashkëta dhe besimin e palëkundur. Ky memorandum definon bashkëpunimin në shpjegimin burimor të Islamit, bashkëpunimin në mes dy institucioneve, bashkëpunimin në mes fakulteteve të shkencave islame, bashkëpunimin në mes të shkollave të mesme, medreseve, si dhe bashkëpunimi në shumë sfera të ndryshme, si që është dialogu ndërfetar, biseduam në mënyrë burimore edhe për angazhimin e dy bashkive islame në dy shtetet të cilat janë multinacionale dhe multikonfesionale për të dhënë kontributin ton të jashtëzakonshëm në kultivimin e vlerave që na bashkojnë, në veçanti në kultivimin e paqes. Ndërsa mysafiri Hysein Kavazović kishte vetëm fjalë miradije për Nikoqirin Shaqir Efendi Fetahu, por edhe për myftyrën e Shkupit Kenan Efendi Ismaili për faktin se kanë kontribuar në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe fetar të komunitetit bosnjak në Maqedoninë e Veriut, por edhe për faktin se i kanë mundësuar komunitetit bosnjak në Maqedoninë e Veriut të drejtën e mësim besimit në gjuhën e tyre amtare. Jemi të lumtur dhe të kënaqur që në suazat të Bashkësisë Fetare Islame, komuniteti bosnjak në Maqedoninë e Veriut merr pjesë edhe është i barabartë me komunitete tjera dhe zhvillojnë identitetin fetar dhe kombëtar bashkë me besimtarët e tjerë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në shenjë respekti për mysafirët, kreu i BAFI-s Shaqir Efendi Fetahu ndau edhe mirënjohje dhe dhurata për mysafirët, duke u dhuruar atyre si përkujtim pllakatën e Bashkësisë Fetare Islame dhe pllakatën e Urës së Gurit, një nga objektet më simbolike në qytetin e Shkupit, dhe disa libra.